Mesfushori kombëtares shqiptare Julian Shehu ka hedhur firmën mbi kontratën e re që e lidh me klubin polak Widzew Łódź deri në vitin 2028. Lajmi është konfirmuar nga vetë klubi nëpërmjet një video speciale duke e cilësuar futbollistin shqiptar si një element të rëndësishëm për projektin afatgjat. Shehu, i cili është grumbulluar rregullisht me kombëtaren kuqezi, ka fituar besimin e drejtuesve dhe stafit teknik me paraqitjet e tij të qëndrueshme në mesfush. Me lojën e tij të disiplinuar dhe shpirtin luftarak, 25 vjeçari është kthyer në një nga shtyllat kryesore të Widzew. Rinovimi i kontratës vjen në një moment ku Shehu po shënon progres të dukshëm në karrierë, duke marrë gjithnjë më shumë përgjegjësi se në kampionat ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Polakët e shohin mesfushorin shqiptar si pjesë kyçe të planeve të ardhshme, ndërsa edhe për vetë Shehun ky është një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit në futbollin evropian. Ky rinovim është gjithashtu një lajm pozitiv për kombëtaren shqiptare, e cila fiton një lojtar me stabilitet të garantuar në një kampionat konkurrues si ai polak.